pa ti me thujë, që mos i bën kjo. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Pa humbur kohë nisim këtë emision Studio Sport, ku do të flasim thuajse tërësisht për futbollin, por do të ndalemi edhe tek lojrat me dorë dhe kryesisht voleybollin meshkuj, i cili ka arritur një sukses duke mundur në transfert Elbasanin 0-3 dhe Vllaznia kalon në 14 mirë të Kupës së Shqipërisë. Po do të flasim kryesisht për kategorinë superiore, java e 20, ku Vllaznia me të vërtetë ka bërë mjaft mirë duke mundur në transfert ekipin e Dinamos me rezultatin 0-2. Një shfaqje sportive për të mbajtur mend, një Vllazni potente e cila dominoi gjatë të gjithë ndeshjes dhe në fund gëzoi pa mas tifozërinë shkodrane, por edhe pse rezultati ishte i kënaqshëm 0-2, kishte opinione pas ndeshjes që mund të ishte edhe më e thellë për rastet që pati Vllaznia gjatë takimit mund të shkonte edhe me 3 apo me 4-0. Për të folur pikërisht për superioren, por do të flasim në vazhdimsi edhe për ekipin e futbollit të femrave, i cili hedh hapin e parë drejt kalimit në çerek finalen e Kupës së Shqipërisë, teksa ka mundur 0-9 ekipin Atletik Shkodra në ndeshjen e parë të turit çerek final. Kam ftuar 3 personazhe që i takojnë 2 botës së futbollit dhe njëri i lojrave me dorë. Njëri prej tyre është një shkodrani mirë njohur, një ish kapiten i Vllaznisë, një trajner i suksesshëm me Vllaznin, me Akademinë Vllazni dhe po aq i suksesshëm në Kanada, atje ku jeton vitet e fundit me familjen e tij. Mirë se erdhe Elvin Beqiri. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Ishim mësuar që shpeshherë regjisë ti thonin, ti kërkonin kujdes lidhja e drejt për drejt me Toronton, me Kanadan, për të marrë ato impresionet tuaja të vazhdueshme se jetoni mes Torontos dhe Vllaznisë dhe Shkodrës me emocionet e futbollit. Për tashmë kënaqësia është që jeni në studio. Edhe një herë më së erdhë dhe faleminderit për pranimin tuaj, sepse edhe angazhimet tuaja familjare me këto ditë pakta që kaloni në Shkodër janë agenda është e ngjeshur apo jo? Patjetër, kënaqësi, faleminderit për ftesën, është kënaqësi gjithmonë ti jesh në studion tuaj apo në studiet e televizionit në lokale të Shkodrës. Kënaqësia është jamja, një mirë gjithmonë sa herë që jam i pranishëm. Ne u takuam së bashku në stadiumin Arena Kombëtare në kryeqytet, atje ku Vllaznia si stan me fitoi 0-2 dhe që atje e morët ftesën dhe në një farë mënyrë pas ndeshjes nga të gjithë u konsiderua Elvin Beqiri shansi i Vllaznisë. Shpresojmë të jeni qenë i tillë për fitoren e Kuqe Blu dhe pse jo të asistoni sa më shumë në të tilla takime përcaktuese për Vllaznin. Që është e vërteta, unë njëma mirë atë ditë, normalisht me dëshirën, shkova me dëshirën e mirë që të jemi pranishëm, ta shijoj një ndeshje live, sepse unë vazhdimisht njeku Vllaznin nga larg, nga Kanadaja, dhe ishte një emocion i veçantë, do thënë prania në stadium dhe u kurorëzu me fitore, me një fitore e shumë pritur nga gjithë tifozat. Dhe patjetër që edhe nga ana ime domethënë ishte një kënaqësi plus e veçantë përveç asaj prezencës në stadium. Ishit një tërheqje simpatike duke përfshirë edhe ish futbollistin e Vllaznisë nga Kosova, Ilir në Albani, që kishte udhëtuar posaçërisht nga Kosova për të ndjekur Vllaznin, por së bashku me ju edhe i mirënjohuri David Gruda, që tashmë është pjesë e kahershme e strukturave të Federatës Shqiptare të Futbollit. I përshëndesim edhe Grudin edhe në Albani. Kalojmë tek 2 të ftuarit e tjerë. Në qendër është ashtu si zakonisht edhe në fushën e lojës kapiteni i Vllaznisë në voleyboll për meshkuj, Nikolin Qafarena. Mirë se erdhe, Niko. Mirë se u gjetë. Shpeshherë sa herë theksoj prezantimin tuaj, përpiqem të jemi kujdesshëm mos të them mos të shprehem Anton Qafarena, sepse ju kam që të dy me... Nuk e qënë larg. Nuk e shkone sepse vëzë jeni, por Antoni është shumë larg Shqipërisë, Shkodrës dhe po kalon një karrierë të jashtëzakonshme sportive, edhe si antar i ekipit kombëtar, por arsyeja që jeni në studio është për historinë e suksesshme të Vllaznisë, edhe për fazën e parë,
por edhe sidomos në kupë që u kualifikuat në 14 mijë. Besoj që faza por kryve herë, dhe u siguruaj objektivi, edhe besoj në kupën e Republikës arrit me objektivin futin katërshe. Tash i qofim vazhdimsinë se sa po jena. Në gjendje për me Do flasim gjërësisht në kohë ftuari tjetër, është thuajse i shtëpisë është shpeshherë i pranishëm Edvan Doçi. Mi se erdhe mundi. Mirëmbrëma gati. Ishtë futbollisti i Vllaznisë shumë i njohur së bashku me Brezin e Beqirit, aktualisht trajner i Vllaznisë U19, aty ku po spikasin individ të talentuar që ekipi i parë ka në vëmendje, po jo mundi. Po, as që bëhet fjalë, ne kena shpreh edhe herë tjera që në Vllaznia përveç se pozicionon bëjë ekip për me konkuru për kampionat edhe për titull, normalisht që vëmendjen kryesore ka edhe te akademia edhe aq më tepër që do vitet e fundit shifet sepse edhe po dalin lojtarë edhe po marrin e fryte. Kështu që shpresojmë të ecin mirë dhe jena ndoshta në rrugën e duhur. Ndërkohë një lajm i freskët se ka të bëjë me vllazninë e moshave, Akademia U14 është mysafire në Spanjë, në Madrid, atje ku ka konsumuar pjesën e parë dhe 0-0 pjesa e parë përballë Atletik të Madridit. Interesant. Ja është një grup moshë shumë e mirë, ka lojtarë që brenda saj janë 5 lojtarë të kombëtares edhe janë në projektin e kombëtares edhe vazhdojnë atje së vite. Është një grup moshë që këtë vit janë formu edhe normalisht që edhe në kampionat janë mirë. Është një neshe prestigjioze sepse të lush me Atletikun e Madridit normal që është një neshe shumë e bukur. Është më tepër një kënaqësi edhe për fëmijët, por edhe ndoshta një tarme mund të spikasin edhe ndoshta një rrugë e hapën edhe për ndonjë fëmijë sepse asgjë nuk vjen dyshim sepse ndoshta ai është edhe qëllimi. Një skuadër që po drejtohet nga kolegu juaj dhe i Besirit Ndërshim Shtupina, i cili krahas disa ekipeve më të larta tashmë ka zgjedhur grup moshat U14 për të përcjellë përvojën e tij. Shpresojmë që edhe pjesa e dytë të përcjellë një rezultat pozitiv, sepse 0-0 në Madrid Vllaznia duhet ta themi është shumë pozitive. Pozitive, normalisht edhe gjëja më pozitive për mua është që ato fëmijë të lozin futboll dhe tregojmë që jena ekipe që i mësojmë edhe di me lujtë futboll. Mirë, rikthehemi në studio për të rikthehemi në bisedë dhe më njëherë te kronika, sepse në studio jemi dhe do të përcjellim më njëherë emocionet e asaj çfarë ndodhi të hënën në mbrëmje në stadiumin Arena Kombëtare të kryeqytetit, ku kishte të gjitha, kishte penallti, kishte gola, por kishte edhe ndërprerjet e energjisë elektrike që rrallë dhe asnjëherë nuk kishte ndodhur që rreth 1 orë dhe shkëputje të energjisë elektrike, me njëherë sa po është mbyllur pjesa e parë, është shkëputur energjia elektrike dhe pjesa e dytë ka nisur me rreth 40 minuta me vonesë. Me kolegët e mi të pultit të transmetimit është kryetekniku Valmir Hysa dhe kolegu tjetër Florian Girdani, përcjellim emocionet e ndeshjes, e kronikët të takimit që ka brenda 2 golat zyrtar të Vllaznisë që fitoi 0-2. Vllaznia e bën mod fitore me Dinamon, përtej festimit të egzageruar të trajnerit Kuqe Blu Edi Martini. Pas fitores së fasës së dytë në Loro Boriçi, shkodranët ja dalin dhe në arenën kombëtare, këtë herë 2-0. Vllaznia e kishte të qartë objektivin që në saltin e ndeshjes, kur në të 60 minutë Jako ka marrë një dhuratë nga Meksi, por godet nga jashtë zonë pjesën e jashtme të shtyllës dinamovite. Ndeshja kalon faza të qeta, ndërsa në të 22 minutë Bismarck ka gjuajtur me kokë por jashtë. Vjen momenti i artë për Kuqe Blu, të cilët në të 30 minutë kanë fituar penallti, kjo pas pengimit të Bismarck nga Texera. Dhe nga pika e bardhë e penalltis, Bekim Balaj nuk ka gabuar. Dinamo do një farë kohë që të marrë veten, ndërsa në të 42 minutë provon Meksi, veç në gjuajtja e tij është qendrore dhe e pritur nga Polç. Fundi i pjesës parë mbyllet me Vllazninë në sulm. Mirë po Kallaku, pasimin e artë të Kastratit nuk është shfrytëzuar si duhet. Ndodh ajo që nuk pritej, teksa starti i pjesës së dytë ka ardhur me 40 minuta vonesë, për shkak të një blackout elektrik në pjesën më të madhe të Tiranës. E megjithatë, skuadrat kanë zbritur në fushën e lojës në 21-10, ndërsa Jako në të 58 minutë ishte shumë pranë golit, por vetëm shtyll. Vllaznisë i është anulluar goli i dytë i Gjini, kjo në të 61 minutë për faull në sulm të Çeliković. Dinamo kundërpërgjigjet me Bernard Berishën, por gjuajtja e tij përfundon në duart e Polç. Blut pretendojnë për penallti në të 75 minutë. Kjo pas ndërhyrjes ndaj Bregut
por për Jorgjin gjithçka ishte e rregull dhe gradualisht Vllaznia ndërton aksionin e golit të dytë me Kastrati, që është finalizuar nga Kallaku dhe Fes Shkodranë në arenën kombëtare. Fesa e egzageruar nga Edi Martini, i cili ka marrë kartonin e kuq nga gjyqtari Enea Jorgji dhe pjesën e mbetur të ndeshjes e ka drejtuar skuadrën nga tribuna. Përfundimisht 2-0 për Vllaznin dhe 36 pikë për Shkodranët që ngjiten në vendin e dytë në renditje, kurse Dinamo mbetet në vendin e 4 me 33 pikë. Këto ishin momentet më emocionuese të takimit Dinamo Vllaznia dhe u mbyll Elvin me një episod festiv për Vllaznin, për tifozët, për stafin, për Taner Martini, por që gjyqtari Jorgji nxorri të kuqen, dhe kuqja e dytë për festimet e Edi Martinit. Aty pati një befasi, jo vetëm nga Martini, stafi, por edhe presidenti Alban Xhaferi, do ta kemi me vonë intervistë, shprehu pak kënaqësinë për këto ndëshkimet e Edi Martinit. Ishte një mënyrë ndryshe nga ajo që festoi në Shkodër, në takimin e parë që fitoi Vllaznia. Këtë rradhë ishte me tifozërinë, nuk e kishte drejt për drejt me stafin e Dinamos, por gjithsesi sipas Komisionit të Disiplinës ka pasur elemente të atill si në ndeshjen e parë me gjeste antisportive. Nuk e di gati, janë momente emocionale që çdo trajner mund të ketë. Këtu nuk jam me xhiku Martinin, as kërkam atë pjesë i takon asaj atë pjesë domethënë i takon arbitrit për ta gjykuar më mirë, por me atë që pa nuk ishte ndonjë festim për të dënu ose për të në shku. Gjithsesi, ajo është, e thashë edhe herë, diçka emocionale nga trajneri, që mund t'i ndodhin çdo kujt. Gjithsesi, kjo shpresojmë që mos nikojnë tek ekipin në të ardhmen, në ndeshjen e rrallës. Martini besoj që ndoshta nëse herën e parë mund të bënë gjestin, mendoj ai është një trajner me eksperiencë, një trajner që i ndërgjegjshëm, që besoj do të mësuar nga ndeshja e parë me Dinamon, me dënimin që është dhënë, kështu që nuk mendoj që ai e ka bërë për ndoshta për të demonstruar një farë revolte tek dënimi i parë, kështu që nuk u duk ashtu. Gjithsesi e thash, janë vendime që i merr arbitrin në fushë, ndoshta mund t'i ngut, ndoshta jo. Kjo është i përket edhe ndoshta edhe analizë që mund t'i bëhet nga Komisioni i Disiplinës për të marrë një vendim të qartë, të plotë. Kartoni kuq është dhënë dhe automatikisht Martini mungon. Me atë kuqe mungon te Partizanit, por nëse Komisioni i Disiplinës nalet më tepër, siç u ndal në takimin e parë, mund të ketë edhe ndonjë ndeshje më tepër. Por të gjykojmë, të marrim edhe opinionin e Edmond Doçit dhe të Çafarenës, me aq çfarë pam. Regjia ndoshta nëse ka këtë aspekt në fundin e takimit mund ta rikthej momentin e festimit Martinit me tifozët. Unë mendoj gaci sepse Edi normalisht që çdo kush gëzon edhe aq më tepër se ai u duk që një gol ndoshta i sigurisë dhe i fitores. Edhe mendoj që arbitri me kartonin e kuq nuk mundet me vendos aq shpejt. Nëse ti mundesh me pa me kamera mrapa, mundesh me vendos me Komision Disiplinës, ndoshta edhe mundesh me marrë edhe vendimin e gabuar. Po arbitri ka marrë kartonin shumë shpejt edhe kartonin e kuq. Në kam përshtypjen, shikoni me kujdes, kam përshtypjen se gjyqtari i katërt ka ndikuar. Unë atë derisa më thonë, unë mendoj që është lajmëruar nga dikush edhe është marrë vendimi për kartonin e kuq. Por unë duhet të them një diçka që në Vllaznia nuk duhet më nejt me më marrë me gjana që festime ose diçka tjetër, por duhet më marrë me atë që po bën Vllaznia në fushë, sepse ajo që bani në fushë ishte një diçka që unë mendoj që ishte nesha më mirë që Vllaznia ka bërë. Pse? Sepse ishte e përqendruar me 90 minuta. Edhe ishte në asnjë moment nuk ishte e përqendruar, nëse neshe tjera kena pa edhe momente e përqendruar me lojtarët, ishin si ndalen sulm, si edhe në mbrojtje, ishin shumë përqendruar, që ndoshta më përpara kur kena shku, kena ul poshtë për me në zonën defensive,
kena pas probleme edhe kena nënvesu kurse këtë neshe ishin absolut shumë përqendrum lojtarët edhe një bravo i qoftë. Edhe kurse kjo vjen me dyshu shumë, sepse trajneri Martini, nëse dikush e mendon që e ka bërë gjest për me fytikën, e ka marrë një dënim edhe nuk është aq. Është me tepër që ishte përballë tifozëve dhe e theksoi pas ndeshjes, unë nuk e bëj këtë gjest për tifozët e mi. Nuk mund me e bë sepse edhe e din se mundet më dënu, kështu që as nuk e ka menduar një gjë të tillë që mund ta bëjnë, por gëzimi edhe momentet janë gjëra të veçanta. As kërkush nuk mund me mendu çka ka menduar Martini. Nëse na him me dënu njerëz për çfarë të mendu personat, atëherë ne i bëjmë gabimin më të madh sepse asnjëherë nuk jena në mendjen e atij tjetër se si e ka gëzimin ose si e ka edhe shprehjen. Kështu që mendoj që nëse ata dojnë me vendosje e ka pas përfyemje Martini atë ka dashur me fytikën, Martini mund të kenë kredi që se mund të thonë që nuk është përfyemje, është. Në fakt pas ndeshjes gjatë bisedës me Medin e theksoj se nëse është fyer dikush i kërkoj ndjes. Unë se kam pasur për sa shpreha më përpara. Ai asnjëherë nuk e kishte bërë atë gabim dhe normalisht unë besoj që nuk e ka pasur me fyken sepse e din që është dënuar për një gjë tjetër dhe kështu që nuk ka pas arsye pse më e bën një gjë tjetër. Çfarë në voleibol ndodhin të tilla festime, keni pasur momente dramatike se të festonit? Ndodhin, edhin se janë momente emocionale, momentet, edhin. Edhe arbitat varë se si interpretojnë, si gjykojnë e tjera, gjykimi i tyne. Nuk ka se kanë për qëllim me fyja, s'ka kanë për tej, që i thojnë një individuale, ose me uli figura, ose di kanë që i kojnot me te. Thjesht janë momente lojet emocionale, që në është adin, kush ose mundet me i kontrolu si duhet e tjera. Pa e pjesë metet e arbitit që e gjykon dhe ma adin. Nuk besoj se niset kërkush me qëllimin që me pas fymje, dhe me tendencë ose diçka tjera. Shpresojmë që Komisioni i Disiplinës duke rivëzhguar pamjet, që në fakt pamjet nuk është se tregojnë diçka flagrante në këtë aspekt, mund të ketë një mendim ndryshe me të zbutur apo diçka tjetër, por gjithsesi duke u rikthyer tek ndeshja me Beqirin, pa diskutim, jo shprehje pas ndeshjes e merituar fitoria. Duke lënë pas të incident të fundit që mund t'i djeg Vllaznis me mungesën e Martinit në stol, por fitore ishte shumë e rëndësishme, një fitore që i dha moral, i dha pik, i dha pozicion dhe i dha gjithçka mund të themi me këtë 3 pikësh. Ishte një 3 pikë që ardhë gatësi, sepse bëhet fjalë një fitore kundër një ekipi rival, siç ishte. Me pikë barabarta ishin përpara ndeshjes, nga 33. Dhe kuptohet ndeshjet të tilla, domethënë një 3 pikësh të duke si 6 pikësh, sepse bëhet fjalë në situata të tilla, domethënë kur ti triumfon ndaj një rivali direkt, domethënë është aq më tepër edhe me lojë, jo vetëm me rezultat, por edhe me lojë, është diçka pozitive për ecurinë e skuadrës, sidomos në këtë situatë, sepse ekipi tashmë ka nevojë mas asaj situate jo të mirë që kaloi në fazën e dytë. Tashmë ka nevojë edhe për moral, për ndeshjet në vazhdimsi. Që mendoj ishte një ndeshje e dominuar totalisht nga ekipi i Vllaznis. Një pjesë e dytë më pëlqej më shumë, pavarësisht se ndoshta për tifozët ndoshta nuk u duk ajo e bukuria si pjesës parë, sepse në pjesë parë kishin më shumë iniciativë, kishin më shumë sulme. Por në pjesë dytë ishte një strategji e zgjedhur. Pjesa dytë pati raste, pati raste duke pati gol të anuluar, pati rast flagrant humja e Morata. Po nëse një shtyll i tjetër. Kuptoj, ja, ne e shohim me një sy tjetër nga profesioni jonë që kemi si trajner, sepse duke ditur që ti don me mposhtë një skuadër, nga fillimi deri në fund ti duhesh të jesh gjithmonë në sulm dhe të bësh pressing vazhdimisht. Por ishte një zgjedhje e zgjuar e Vllaznis në pjesë dytë që u tërhoq, la pak terren Dinamos që çarkullonte topin, por vetëm kaq, sepse Dinamo nuk krijon ndonjë rrezikshmëri, por dhe Vllaznia me ato momentin që kishte topin zotrim dhe në kundër sulmit sipër krijoi disa raste që mund kishte shënuar
edhe golin e tretë apo të katërtin, në qoftë se për shembull do të ishte shënu goli i dytë më herët, mund kishim pa shumë gola të tjerë. Por gjithsesi ajo që është më kryesorja është 3 pikëshi që ekipi ka marrë këtë ndeshje. Dhe shpresojmë që të vazhdojnë me këtë ritëm, sepse dihet që kampionati ka shumë ndeshje përpara. Vllaznia duhet të konsiderojë edhe ndeshje të tjera dhe të hinë me të njëjtin përqendrim, me njëjtin dëshirë, sepse edhe ndeshje tjetra vlen 3 pikë. Kështu që shpresojmë. Mendoj që në aspektin teknik, ku ju pëlqej më tepër kjo vllazni ndaj Dinamos? Apo mund ta themi në të tre ndeshje, sepse ka 3 fitore në startin e këtij viti, për kupë ndaj Pogradesit, ndaj kampionës dhe kryesuese Zegnatia, dhe tashmë ndaj Dinamos të rivalit. Çdo ndeshje ka kanë ndryshme për tjetër, sepse nëse me Pogradesin çdo ekipi vllaznis ka ndaj gjysmëfushën e Pogradesit gjithmonë lart edhe normalisht qarkullimin e topit për të krijuar raste. Me Ignatin ka qenë një herë poshtë, herë lart, por gjaja më kryesore me Dinamon që më pëlqej mua, nëse më përpara ka ndodhur ishte një diçka e menduar mirë, sepse në fillim jep me tregu një skuadër që unë jam këtu edhe normalisht që i kam marrë për me fitu ndeshjen edhe rrin pressing lart, pastaj normalisht e bën me besu si kur ajo është e qarkullu topin e mendon që por gjaja më kryesore më pozitive ishte nuk ndodhi ajo që na ka ndodhur herë tjera që ti kur e fiton topin që jeton ndaj poshtë, nuk del me top gjatë edhe normalisht u del për të nda nga kundërshtari dolën me pasime të shkurta derisa gjeshin hapësinat edhe delshin para. Kjo ishte gjaja më pozitive sepse nuk i ra topit sa herë që u fitote topi poshtë, asnjëherë nuk i ra topit kot, por gjithmonë është pasu shkurt derisa ka ndarë një hapësinë për me bakun e sulmit. Edhe ishte gjaja më pozitive. Normalisht ishin gjithë lojtarët, mendoj që ishin absolutisht gjithë lojtarët ishin në formën e tyre më të mirë dhe përqendrimin e tyre më të duhur që duhet me pas brenda një ndeshje. Edhe mendoj që edhe rezultati i dha drejtë dhe ishte ndeshja që për të përgëzuar gjithë. Mirë, kalojmë përsëri tek regjia me kolegët tanë Varmir Hysa dhe Florian Gerdane tashmë për të ndjekur kroniken se çfarë kanë thënë trajnerët e menjëherë pas ndeshjes Ilir Daja i Dinamos dhe Edi Martini i Vllaznisë. Njësër mungesash, dhe kjo ishte problematika më e madhe e Dinamos së Ilir Dajës në ndeshjen me Vllaznin. Përkundër kësaj, dhe njësër të dëmtuar që për të cilët i pari bankinës blu, të paktën sikurse ka deklaruar në emisionin Supergol, do duhet të ndryshojë strategjinë në ndeshjet e ardhshme. Ajo që u bë gabim, sidomos pjesën e parë, ishte dorëzimi i topit nga, do thoja, jo presioni, sepse ishte një farë presioni i Vllaznisë, por kishte hapësira dhe pika pasimi që mund të ishim më efikas. Nuk u ngjitën dot mbrojtësat e krahut, pothuajse në pak aksione që numërohen me gishtat e njerëz dorë. Edi Martini ka falendëruar skuadrën dhe i ka thënë bravo të madhe të gjithë djemve për të gjitha ato shfaqje që kanë bërë në arenën kombëtare, në një ndeshje sipas tij të dominuar nga Vllaznia. Normalisht nuk kemi në formën tonë më të mirë. Sot luajmë taktikisht në mënyrë tjetër, pritëm kundërshtarin, luftuam fort, sakrifikuam, luajtëm shumë mirë taktikisht, arritëm me shënu golin e dytë, mund të shënoheshim edhe një gol tjetër. Dinamoja nuk na rrezikoi për asnjë moment, kështu që komplimentaj djemtë, i them bravo i qoftë, besoni sepse ju jeni këta që keni kanë më përpara dhe jam i bindur që me kalimin e ditëve, me kalimin e kohës do të vinë prapë të dalim të lojnat tona. Tu ishin dhe mendimet e dy trajnerëve kundërshtarë, se dy trajnerë që tashmë janë vënë në shënjestër të opinionit sportiv për vetë ngjarjet që po shoqërojnë ballafaqimet Dinamo Vllaznia apo Vllaznia Dinamo, por shpresojmë që gjithçka të jetë në fushën e lojës, apo janë ato ambicet, grinta që të kërkon që të jep kërkesa për rezultat, por në aspektin, mund të themi, sportiv gjithçka kjo punë, por them me bindje plot sepse e thon edhe e citojnë edhe të tjerë kolegë, por edhe vetë sportistët, se pas ndeshjes duket se është diçka krejt normale mes trajnerëve, stafeve apo edhe kampeve përkatëse, sepse vetëm loja, fusha lojës i ka këto emocione dhe këtë
këto elementet që përdojnë deri edhe ato acarimet dhe festimet. Por duke u ndalur përsëri tek ndeshja, jo vetëm tek fitoria e Vllaznisë shumë e rëndësishme, por edhe tek kartoni i kuq i ndeshkuar për Edi Martinin, ka folur pas ndeshjes presidenti i klubit të futbollit Vllaznia Alban Xhaferi, i cili me të vërtetë ishte shumë i gëzuar, i entuziast për fitoren, por u ndal paksa edhe tek momenti i festimit të Edi Martinit dhe në një farë mënyrë mund ta ndiqni më një herë më pas theksoj edhe atë që është kthyer tash në modë në Shkodër, festimet e Martinit janë shtruar në një farë mode për tifozërinë shkodrane. Ta ndjekim Alban Xhaferin. Mendoj se ishte një fitore e bukur. Edhe loja ishte shumë e bukur. Mendoj se për shtatën e dy edhe fitore edhe loja. Vjen keq se u dënu me një kuq trajneri që për mu a ishte një moment fitore. Nuk e ditë që duhet me pa në UEFA të rregullat e reja si me ba me duru shu, që të me thonë, se kuptojmë. Se faktikisht Shkodër kam bërë që mas neshë me Dinamo në kanë fillu njëzit me përshnet në këtë formatin. Edhe duhet me pa pse quhet gabim këtë, me thonë, që përshnetja është aja. Dikur që lexon ndryshe, por gjithsesi vjen këtë si u dënu me të kuqe. Shohim neshët përpara. Por i kthehet ajo Vllaznia e fazës parë kur ishte spektakël në lojës, i ka lënë pas oscilacionit. Po kemi pas probleme dëmtimesh vazhdueshme dhe normalisht kemi pas një moment jo. Çdo ekip i vjen ajo. Kështu që ekipi është i konsoliduar, që në fillim është kriju për objektiva të mëdha. Mendojmë që të jemi me kam tokë, shohim ndeshjen e rrallës dhe të vazhdojmë kuptimin tonë. Bëjmë lojë të bukura, noqim tifozët edhe në fund të arrijmë objektivat. Dy fitore me dy kundërshtarë deri në natën e Dinamos, besoj që nga ana psikologjike shërbej për mirë për skuadrën. Sigurisht është bonus i mirë, por duhet pas parasysh se janë ndeshjen VMC. Janë ndeshjen VMC, duhet i besojmë çdo ndeshje, nuk duhet kalojmë në eufori. Duhet të qëndrojmë thjesht me kam tokë dhe të bëjmë më të mirën e mundshme, grupi është i mirë, çdo gjë është jashtë plotësuar çdo kërkesë, çdo gjë, kështu që thjesht ecim me kam tokë. Vllaznia në dy fronte, edhe për kupë dhe për kampionat, do të sulmoj të dyja? Patjetër, çdo vit ne kemi luftuar dy fronte, patjetër, absolutisht, edhe kupa dhe kampionati është të dy janë të rëndësishme. Edhe diçka fundit sepse ka pa qartësi në opinionin publik. Merkatu e Vllaznisë do të jetë hapur dhe në vend? Është e hapur, nuk ka asnjë problem. Kemi pasur sa gjëra që atë likuidu me kohë. Kështu që thjesht po shohim nëse gjejnë diçka, janari është i vogël. Kemi pas tentativa e marrë një 2-3 lojtarë, po është i vogël edhe duhet gjithmonë të marrim diçka si ti përshtatet ekipit, mos marrim lojtarë për të mjet stok aty, sepse grupi lojtarëve e kemi plot. Përposhtë analizës së ndeshjes dhe kënaqësisë së fitores ndaj Dinamos, ajo çfarë ka më tepër rëndësi edhe në mbylljet e prononcimit të Alban Xhaferit ka të bëjë me atë beqiri që opinioni ka disa ditë që ushqehet për bllokimin e merkatos së Vllaznisë. Vetë Xhaferi pohoi merkato është e hapur, gjithçka është zgjidhur, ka pasur një procedurë pagesash paksa të vonuara ndoshta për ndonjë sportist, por janë shlyer detyrimimet dhe kjo është një lajm i mirë. Patjetër, sepse asnjë ekip nuk ka qef që me pas probleme të tilla. Nollin edhe në ekipe europiane që mund të ketë probleme. Por ka ndodhur me 2-3 sportistë që janë larguar përpara kohë nga Vllaznia dhe sipas informacionit ka edhe keqkuptime, ka pasur keqkuptime në raportin e mbylljes së bashkëpunimit, por tashmë Vllaznia i ka mbyllur atë procedurë ankese nga ana e tyre dhe është e hapur dhe madje po kërkojnë 2-3 lojtarë thekson. E thash Gacim, këto probleme nollin në çdo ekip, pa probleme të tilla, të cilat të penalizojnë për me bë lëvizje të merkato, sepse ndoshta edhe koha është shumë e shkurtë në merkatin e dimrit dhe është edhe pamujtë ndoshta edhe me gjetë lojtar cilësor dhe ato lojtarë cilësor që ti mund ti gjesh dhe nuk ke mundësi për të bë lëvizjen si rreth e probleme që mund kesh
me këtë pjesë, por kryesore që çdo gjë është mbyll dhe Vllaznia është ka drejt për me bë lëvizje të tilla për të fuqizuar ekipin për pjesën e medën në kampionatit, sepse me të vërtet çdo ekip ka dëshirë që të kenë lojtarë cilësor, për të kenë prumje. Po gjithsesi mendoj që Vllaznia kryesorja që ato lojtarë që ka të ketë në gjendje më të mirë të tyre, mos të kenë problemet e fazës dytë që kishte shumë mungesa, si rrjelloja e dëmtimeve, kartonave, por të jetë gjithmonë me atë kontingjentin më të mirë për të marrë maksimumin dhe të arrijnë fitoret e dëshiruar dhe të ketë vazhdimsi. Çfarë në merkato e hapur është zgjidhur gjithçka thekson Xhaferi pozitive për kampin kuqiblu. Kur është merkato e hapur, është shifet të shirin ku mund të kenë nevojë për ndërhyjje. Ma pas nevojë megjithëse me atë çfarë keni parë nga jashtë, ju nga larg, ka nevojë Vllaznia në ndonjë repart apo është e plotësuar? Meshën e fundit kam pa pothuajse plotësisht edhe më duket i Vllaznia shumë e mirë. Prandaj nacionin da më shoh me syrin e tifozit, se me syrin e specialistit futbollit. Po çfarë po është meshën e fundit? Është ekip shumë i mirë. Po llogaritën kampionati është i gjatë, se ka nga pjesën e vetë ulin ngritje etj. Po. Ndoshta duhet që është disi me afër, jo disi po është krejt afër, se është ura lidhse mes ekipit 19 aty ku prodhon talentet dhe ekipit parë. Ka nevojë Vllaznia mondi për ndonjë blerje dhe ku mund ta ketë më tepër synimin? Këtë vit e kena pa tanë që Vllaznia është ndërtuar dhe kanë dalë çdo gjë ka rezultuar efikase dhe normalisht ekipi kur ndërtuar në fillim ndërtuar që mos të ketë mangësi, edhe për momentin Vllaznia nuk është se ka mangësi të mëdha, pavarësisht se në ekip ke qef me pas gjithmonë lojtar sa më shumë që ti të pavarësisht se i vështirësohet puna trajnerit, por ti pastaj ke zgjedhje të shumta. Edhe normalisht unë mendoj që shumë pak mund të ketë nevojë edhe është diçka e kena. Ajo pak ku mund të jetë? Gaci, unë ajo pak se thekson në cilin nga repartet. Atëherë, gaci, në një trajner e vendos sepse jo çdo trajner ka mendimet se si don me luajtë, edhe normalisht çdo trajner ka taktikat e veta. Unë mund të më fol ndoshta mendën time se ku ka nevojë, por ndoshta mendën e Edit që sot drejton Vllaznin ndoshta nuk është e nevojshme, sepse asnjë trajner nuk let me taktikat e veta. Kështu që është pak e vështirë me thënë se ku ka nevojë. Më mirë se i din stafi drejtues, ato janë përmbrana edhe i din më mirë. Edhe por unë mendoj gjëja më pozitive që është edhe janë gjëra që mund me null, por gjëja që hapja merkatus normalisht që është bëhet fjalë që do të vite. Edhe përveç hapjes merkatus normal që është edhe gjëja më kryesore që ti duhet me kanë rregull me UEFA sepse është edhe licencimi, sepse çdo gjë përgatitet për licencim për neshjet e kupave edhe çdo gjë që bëhet qysh tani. Edhe normalisht që çdo gjë është në rregull, edhe unë mendoj që Vllaznia nëse ka me kënë insistuese dhe ka me i dalë një lojtar që në janar është shumë e vështirë me gjetë një lojtar, mendoj që do ta marrin edhe normalisht që nuk do të kërcehet për atë pjesë, por edhe nëse nuk del diçka e mirë, unë mendoj që Vllaznia ka grupin për me shku aty ku duhet, vetëm thjesht duhet me pas pak fatin që të jetë grupi i plot deri në fund dhe shpejt edhe beqiri, sepse është shumë e rëndësishme që ti të kesh gjithë, sepse një ekip nuk ke nevojë vetëm për 10 lojtarë, por ke nevojë për të gjithë ato 22 lojtarë që janë edhe normalisht kjo është gjëja më kryesore një ekip. Ju flasim pak sallë për ndeshjet e tjera, cila prej tyre ju ka tërhequr më tepër vëmendjen në çiftet e javës e 20 apo edhe të javës së mëparshme që u luajt pak a shumë në fundjavën e kaluar. Ajo që po ishte mendoj neshja mes Partizanit dhe Teut, se duke ditë që Teuta pretendon për dalë në katërshin më të mirë, po ashtu edhe Partizani duke pa neshjet e fundit që ka pas një farë rritjet. Dhe ajo mund të themi që ishte një neshje ndoshta e pa pritën, nëse mund ta quajmë kështu, sepse u pritet paktën një barazim ose një fitore e Teuts, po rezultati e kundërta, Partizani fitoi me merit. Kështu që mendoj kjo mund të ishte ndoshta edhe barazimi mes Elbasanit me Egnadien, por
përsëri nuk ishte ndonjë surprizë. Nga 0-2 për Elbasanin. Po, mira se si shkoi, ishte emocionit, dramatiteti. Po, një ndeshje me shumë emocion, por përsëri janë dy ekipe që ishin vend parë dhe kuptohet rivaliteti që mund kenë deri në fund të ndeshjes, por mendoj vetëm kjo Partizani me Teutin mund themi që ishte diçka. Tirana dhe Flamurtari po japin sinjale pozitive. Vjen mirë si për Tiranën edhe Flamurtarin, duke ditë historikun e këtyre dy ekipeve që kanë ndër vite. Dhe tani po bëjnë mirë, nuk e fillunin mirë kampionatin, po bëjnë mirë, po marrin pikë, pavarësisht se përsëri ndohen në ato pozicionet jo komode, të rrezikuara për të nga kategoria, po me sa shaf tashme në fazën e tretë ato kanë një farë organizimi tjetër, duken motivum dhe metet për të pasur sepse dohet me të vërtet një kampionat shumë i fortë, jo vetëm për ekipet që pretendojnë për dalë kampion, por edhe për ekipet ndoshta për ato që rrezikojnë për të nga kategoria. Mundi fundjava, në kuadrin e javës së 21 të superiores, sjell në Shkodër Partizanin, një duel i ka hershëm i traditës. Partizani që vjen pas një fitore e theksoi edhe beqiri emocionuese në fund të takimit, vjen me shumë moral dhe luhet në orën 16:30 minuta ditën e shtunë. Një ndeshje për të parë dhe kjo. Normalisht, ka që janë dy skuadra me emër në futbollin shqiptar, normalisht që ja vlen edhe, por unë mendoj që Partizani është një ekip që me qenë të po, normalisht gjitha ekipet janë ekipet vështira për më mujtë, normalisht që dojnë impenjimin e duhen edhe dojnë përqëndimin e duhen. Por Partizani duke po edhe me Durrësin, ndoshta ajo ishte një ndeshje më shumë barazimit, sepse po ta shohim Durrësin pjesën e dytë ishte shumë më kërkuese edhe normalisht për golin e barazimit edhe normalisht që por golin momentin e fundit e bani që Partizani me fitu. Por nesha me Vllaznin, me Partizanin, unë mendoj që Vllaznia këto vitet e fundit është diçka më kërkuese dhe më ngulmuese në neshën me Partizanin edhe ka dalë triumfuese. Bilanci dominon për Vllaznin në vitet e fundit, ndërkohë që Partizani ka ato titujt e fituar përpara 90-s. Normalisht epokat në futbollit gjithmonë janë të ndryshme, normalisht që ndryshojnë, kështu që unë po flas për vitet e fundit. Kurse sa për kampionatin shqiptar, unë mendoj që ka një javë pozitive për ekipin e Vllaznisë, sepse ne e kena shumë me levërti që ekipet me dalë barazim, sepse fitore një ekipit e ngrit një ekip, kështu që barazimet na vle, kështu që edhe Egnati me Elbasanin, pavarësisht që të dyja neshët që janë luajtur në Rogozhin, Elbasani e Egnati kanë dy neshë me probleme, sepse edhe kjo neshë ndoshta një neshë me probleme për 2-0, 2-2, por e kundestume. Shohim një Vlorë që Flamurtar që në këtë fazë e ka fillu mirë, edhe normalisht që ka bërë një fitore këtë pasur me Ballshin. Por ekipet janë aty. Kurse mendoj që katërsha është po ajo që vazhdon të jetë. Duke qëndruar tek Vllaznia e Partizanit që luhet në fundjavë, tek Partizani po spikat një djalosh i ri 21 vjeçar me origjinë nga Malësia Madhe, Rok Toma, i cili shënoi golin e 4 përcaktues për Partizanin, një djalosh që shprehur publikisht dhe në prononcimet që ka dhënë për ne dhe konkretisht për mua dhe kolegun tim Xheshkola pas ndeshjes së Partizani Vllaznia në kryeqytet, e shprehur hapur, dëshiroj të luaj për Vllaznin, kam simpati, jam tifoz i Vllaznisë dhe nëse ka ftesë Vllaznia për mua jam gati. Ka thënë. Me Rok Tomen ka qetuar dhe kam nejt me te, sepse sportistët që ne kena stërvit janë edhe shok, edhe Rok Toma ka kanë një konkurrent ndoshta me Vllaznin kur ka qenë të moshët e Shënkollit dhe normalisht që është një djalë edhe po shohim që Malësia Madhe po nxjerr sportista edhe tregojnë që janë sportista që kanë ego, kanë dëshirë më bë. Sepse pavarësisht se mangësi që mund ketë për momentin Rok Toma, normalisht është një djalë që ka ego, edhe atë që don futbolli sa një luftë sportive edhe me kërku me marr maksimumin një neshe. Normalisht që është në fillimet e veta edhe është të bë mirë,
Por mendoj që mund të ecin më lart, edhe dëshirën normalisht që e ka të Vllaznia ta shpreha më përpara, kena ne në ambiente që kena kënë gjithë veteranët e Vllaznisë dhe kena pas disa të rinj, njën e ta ka kënë edhe Toma që kishte kënaqësi që rritën me sportistët e Vllaznisë. Juri më të mirë në Rok Tomës, por pas së shtunës, pas ballafaqimit Vllaznia Partizani. Shpresojmë të mos shënoj në Euroborici. Mas Vllaznisë. Vllaznia Partizani çfarëna luhet të shtunën. Kur e keni ndeshjen tuaj? Po mbajmë për fotën e këtë nuk kena mundësi me një play-off se na ligën Gjergj Kastrioti që na nesër tek në fillim shtunën në Tiranë. Në Tiranë. As nëpërmjet televizorit nuk e njeh dot sepse kena ndeshjen 5. Në 1 orë pak a shumë. 5 sahati pas ditës. Megjithatë si e parashikon? Përballje që duhet mund njek, është përballje e fortë. Dihet që janë dy emra të futbollit shqiptar. Edhe shpresojmë që t'ia dalë Vllaznia me këtë moment që i ka, ta shfrytëzojnë që të ecin përpara, mos të bëhet ndryshim. Vllaznia e Partizani, Elvin Besiri, do të jeni edhe këto ditë drejt sonë në Shkodër, do ta shijoni apo mund të fluturoni më shpejt? Besoj se po. Besoj se po do jem, me kënaqësi do shkoj. Dhe kjo është lajm i mirë, sepse si thamë më herët keni qenë shansi i Vllaznisë në kryeqytet Dinamo Vllaznia, pse mos jeni edhe shansi i Vllaznisë në Euroborici, atje ku keni derdhur djesen tuaj me uniformën dhe shihetin kapitenit. Është kënaqësi gjithmonë. Nëse do jem në Shkodër, patjetër do shkoj ta shikoj, sepse është një ndeshje me të vërtetë do jetë një ndeshje e bukur për të pa, një ndeshje e fortë, e luftuar, do jetë patjetër. Dhe shpresojmë që të Vllaznia që të ketë atë vazhdimsi, rezultate pozitive, por nuk do të jetë lehtë. Tash me këto dy ndeshje të fituara me dy rivalet kryesorë, Vllaznia do ta ketë edhe me të vështirë punën, sepse ekipet tjera që do të ndeshin do të karikojnë më shumë, do të mobilizojnë më shumë kundër Vllaznisë, prandaj Vllaznia tash duhet ndoshta të luajnë edhe me një marsh, me tepër për të arritur te fitoria. Shpresojmë që stafi, lojtarët bashkë me tifozat, domethënë të jenë në njëjtën linjë, domethënë në njëjtën atë karikim. Tifozat po vinë, çdo ndeshje me tepër po rritet edhe numri i tyre. Gjithsesi gaci tham të drejtën, Vllaznia për momentin mendoj që ka tifozërin më të shumë që njek ekipin e vet. Sidomos jashtë rrethit. Sidomos po ashtu. Edhe në ndeshjen me Dinamon ishte dominuese ndaj tifozëve në miniaturë të Dinamos. Jo vetëm në Tiranë, por shkon në çdo qytet Shqipërisë, por gjithsesi ekipi ka nevojë për më shumë tifoza, më shumë mbështetje. E them këtë sepse do jetë diçka plus për çdo lojtar. Domethënë një mbështetje e madhe nga publiku, kur mushet stadiumi, lojtari njihet ndryshe, domethënë jep diçka më tepër, motivohet më shumë. Që i bëj thirrje tifozave ta mbështesin ekipin, ai ka nevojë për më shumë në të momente, jo, por mendoj që ekipi duhet njek vazhdimisht edhe kur ka ato momentet, jo, duhet njek vazhdimisht, sepse ekipi është, lojtarët cilësor janë, ekipi po performon mirë, po merr rezultate. Kampionati është i gjatë, ka shumë ndeshje, ndoshta e thash mund të ketë edhe ndeshje jo, por nuk duhet të demoralizohet publiku, nuk duhet të jetë pesimist, të kalojë në pesimizëm, duhet gjithmonë optimizëm për të qenë gjithmonë afër ekipit dhe ta mbështesin. Në ndeshje të rëndësishme, siç është edhe kjo, Vllaznia Partizani, shpeshherë klubi Vllaznia ka treguar interes dhe mendje për kujdesje ndaj figurave të sportit të shkodranë dhe atyre që kanë kontribuar për Vllazninë. Pa u futur në kompetencat e klubit Vllaznia, të presidentit Alban Xhaferit, drejtorit sportiv Fiorentin Sinani, Elvin Besiri është në Shkodër. Ndoshta e kanë menduar vetë, po do të ishte diçka interesante, një vlerësim dhe një përkujdesje, një mirënjohje për Elvin Besirin përpara sfidës Vllaznia Partizani, pse jo edhe me atë që thamë edhe më herët, ishte shansi i Vllaznisë në Dinamo Vllaznia dhe duhet jetë patjetër shansi i Vllaznisë në Vllaznia Partizani. E mirëprisni nëse
mund të ketë diçka si zakonisht Vllaznia organizon të tilla ceremoni nderuese, modeste përpara ndeshjes. Do një fanel, shall apo diçka tjetër. Nga gjithmonë aktatësi, kur të vlerëson ekipi i qytetit, po mendoj ky ekip ma ka dhënë vlerësimin që në momentin që janë bë pjesë e tij, si lojtar, po ashtu si trajner. Kështu që çdo vlerësim plus është normal që është plus për mua, po ky ekip ma ka dhënë vlerësimin që Unë nisë nga ajo që sa me herë si shansi i Vllaznisë, besoj se na mirë kuptojnë edhe përfaqësuesit e Vllaznisë, ishte një propozim i joni, merret apo s'merret parasysh do ta shikojmë përpara ndeshjes Vllaznia dhe Partizani. E mbyllim këtu për Vllaznin, duke uruar sukses të shtunën në 16:30 minuta, Vllaznia Partizani, një ndeshje për të ndjekur java e 21 e kategorisë Abisnet superiore. Kalojmë tek futbolli i femrave për të komentuar një fitore me të vërtet e dominuar tërësisht Vllaznisë. Kemi disa pamje nga ndeshja Atletik Klub Vllaznia, themi kështu sepse ka qenë pritës ekipi i Atletikut në ndeshjen e luajtur për Kupën e Shqipërisë. Takimi i parë çerkfinal ka fituar Vllaznia me rezultatin 0-9. Kemi prononcimet pas ndeshjes të trajnerëve. Fillimisht është zëvendës trajnerja e Vllaznisë, kolegja më e afërt e trajnerit të parë, Nikolin Leka, ati që ka bërë histori, ku nga 12 tituj kampion të Vllaznisë, 10 ka fituar Nikolin Leka, por këtë radhë është prononcuar zëvendës trajnerja Paula Jaku për Vllaznin dhe Elis Legata për ekipin Atletik Shkodra. Ti ndjekim këto intervista. Them drejtën, ne u fokusuame sot më shumë tek vajzat e reja, te lojtarët e U17, ato ishte përqendrimi më i madh, të pas parasysh që kishim një ekip që është relativisht i lehtë, edhe u munduam sa më shumë të aktivizonim vajzat U17 që të shohim edhe ne për të ardhmen disa nga lojtarët tona. Gjithatë, fitoria thellë me 9 gola tregon se është Vllaznia një hap parë dhe shumë pranë kualifikimit. Besoj se gjithçka është mbyllur apo mund të ketë ndonjë surprizë nga kundërshtari. Absolutisht, ne jena të përgatitur shumë për këtë pjesë dhe besoj se nuk do kemi as pak surpriza. Siç u pallën ndeshje, ne dominuam komplet edhe pse kishim vajza që ishin nga ekipi i voglave, kështu që nuk besoj se do të kemi surpriza në këtë aspekt. Vllaznia për femrën e futbollit mbylli vitin 2025 si kampione e dimrit dhe më njëherë nis 2026 me një fitore bindse për kupë. Çka tregon se luftohet në dy fronte, Paula? Absolutisht, këto janë ndër qëllimet kryesore, të pas parasysh që vjet nuk ishim pjesë e kupës, tashmë këtë vit ne synojmë që të marrim të dyja edhe bëjmë një paraqitje sa më të mirë në të dy anët. Normalisht është shart i fortë, sepse vetë formula e kupës është e tillë që skuadra e parë luan me skuadrën e fundit të renditjes në klasifikim. Normalisht është një derbi shkodran, pa derbi shkodran do të ishte nëse do të kishte fije rivalitet në fushën e Blerë. Them drejtën, diferencat janë tepër të mëdha, sepse skuadra e Vllaznisë ka lojtarë tepër cilësore. Normalisht të mundum me të japshin më të mirë në fushën e lojës. I përgëzoj vajzat, kena vajza të reja, të cilët janë afruar dhe kohët e fundit tek skuadra jonë. Po tentojmë bëjmë diçka të mirë, të rrisim sa do pak ta vajza dhe të kena mundësi që ne në vazhdim të jena pak edhe më tepër solid dhe pak më tepër konkurrues në kampionatin e femrave. Legata, pa shkuar të kampionati, kjo është ndeshja e parë e turit çerkfinal, do të lutet ndeshja e dytë. Ndoshta keni ndonjë shpresë për të bërë diçka ndryshe? E rëndësishme për ne është që vajzat vazhdojnë të rriten gradualisht. Normalisht ne nuk kena pretendimet tona në kampionat. Pretendimet janë që ndeshje mas ndeshje të rritemi, edhe të vazhdojmë pse jo, të kena edhe pretendimet vitet e tjera. Normalisht kena vështirësi tepër të mëdha si në elemente vajzat, pasi shumë vajza janë larguar nga skuadra jonë, duke shkuar edhe në ekipe të tjera, sepse normalisht ata kanë kërkesat e tyre dhe preferencat e tyre. Kena edhe vajzat e cilat janë të dëmtuara. Normalisht do të përmendni edhe kapitenin e skuadrës, e cila është një ndër pikat e forta që ne kemi, pasi ka shënuar edhe plot 6 gola në fazën e parë. Ishte e dëmtuar me menisk. Pretendojmë që gradualisht të rekuperojmë kapitenin, të rekuperojmë edhe fije vajzat me stërvitje, edhe pse jo, edhe ndeshjen e dytë mundona me bë paraqitje dinjitoze, po them që të pretendoj për me kalu turin, sepse me Vllaznin është tepër e vështirë, po të bëjmë një paraqitje dinjitoze. Profesor Legata, krahas drejtimit të klubit Atletik Klub Shkodra për femra, ju jeni edhe pjesë e stafit teknik të ekipit tonë kombëtar të futbollit për femra, për krah kolegu tuaj Amir Grima. Paralelisht dy pozicione
rëndësishme. Si ndjeni vetën? Them drejtën, është komod kur punon me ekipin kombëtar, sepse normalisht vajzat që vinë në ekip kombëtar janë cilësore. Por them drejtën, ajo që më shtyn më shumë për të punuar me futbollin e vajzave janë edhe këta vajza që ne kemi në skuadra atletik, sepse kur e shef dëshirën e tyre të cilat dalin stërvitje për tu arritur edhe me mundësi që ata kanë, normalisht që më bën jep më tepër iniciativë për të punuar si te ekipi jon, po si edhe te ekipi kombëtar. 0-9 dhe ndeshja e parë në favor të Vllaznisë, ku Vllaznia ishte udhëtuese, ndeshja e ardhshme luhet të fundjavë, ku Vllaznia është pritëse, por vetë rezultati i thellë për 9 golash është një formalitet dhe Vllaznia është e garantuar që kalon turin dhe jo vetëm kalon turin, por është pretendente për të fituar 2 trofet, kupën dhe kampionatin. Suksese ekipit Kuçi-Blu, trajnerit Nikolin Leka, kolegës të tij pikërisht Paula Jaku, si dhe presidentit Lazar Matia. Kalojmë paksa tek lojrat me dorë tek volejbolli. Kemi disa pamje të ndeshjes së fundit të luajtur në Elbasan, ku Vllaznia fitoi ndeshjen përcaktuese me Elbasanin duke fituar një bilet për në gjysmën finale të Kupës së Shqipërisë. Në studio është kapiteni i Vllaznisë, Nikolin Çafarena. Një përmbledhje të shpejtë. Duket rezultati i pastër, por e kishit me lehtësi apo? Rezultat i pastër, do të bëhet detyrë në marr 3 pikë, që ne doshim për medalë për grupin, me shkuën gjysmëfinale. Tha drejtën kualifikimin, na ja hapëm rrugën qysh neshën e parafundit me Tiranën Shkodër, cilën që ja kemi transmetuar nëpërmjet Radio Sport. Aty u hap rruga kualifikimit drejt gjysmëfinales. Ajo ishte ndeshje përcaktuese për kalimin. Direkt me ekipin që një fituar me përmbysje dramatike ishte shumë. 3-2, aty u hap rruga kualifikimit. Tu thjesht bëme detyrën, Elbasani nuk ishte nivelin tonë, pandajtën, por ne do bashim detyrën atë që bëme, morë me 3 pikë dhe siguru me biletën gjysmëfinale. Si duket gjendja në skuadër, sepse ka një gërshëtim mes elementit me përvojë, si qeni ju, Çekini, Taflaj, disa të tjerë, por po spikat edhe elementi i ri. Në thëndajtën, ekipi është në rrugën e duhur, jena mërna objektivave, kalimin gjysmë finalen e kupës është shumë pozitiv. Besojmë që edhe me ndërhyjmet që ka bëha, që përbën shoqata e volejbollit që është firmosë me 2 lojtarë të huj. Edhe me 2 lojtarë të huj që vinë të ditë, dhe më thonë, para fundjavës. Dhe më thonë, njërin duke vjen nesër dhe tjetër vjen ditën e pramte. Dhe javën që vjen, kena të fillu prej fundjavën, kena një kalendar bajagit në gjeshun, sepse tash mas neshjeve të kupës kena ligën Gjeç Kastrioti në neshjet e këthejmit, edhe aty jena në lojë për kualifikim në gjysmëfinale. Pretendojmë që të kalojmë 2 ekipet kosovare që kena ditën e shtunë edhe dile. Sigurojmë pikët maksimale, për pse jo të shkojmë gjysmëfinale dhe të shohim me cërim në vazhdim. Kampionati, ka objektiv Vllaznia? Po tjetër, na jena në të tre trofet. Në të 3 frontet jeni hapur? Jena të hapur në të 3 frontet. Në kupë siguru me biletën gjysmëfinale. Tash pretendojmë për me siguru një bilet gjysmëfinale edhe në ligën Gjeç Kastrioti, pastaj kampionati fillon ditën e shtunë, po i takon do 31 janar udhtojmë në Korçë. Këtë javë që vjen kena një kalendar gjatë në gjeshun, sepse losim 2 ndeshje me ekipet kosovare në fundjavë dhe kena Partizanin, po që kena në grupë për ligën Gjeç Kastrioti që kena mes javën që vjen, dhe pastaj udhtojmë fundjavën me datë 30 udhtojmë në Korçë. Në krahasim me sezonin e kaluar duket një Vllazni më e fortë, më potente në këtë sezon. Është më e fortë. Kena punu, domethënë, na stërvit dhe kena punu shumë seriozitet. Këtë vit, jashtë kena punu vite tjera, por këtë vit ekipi u konsolidu. Afrimet që u banë në fazën e parë 2 lojtarëve u përshtaten me ekipin. Edhe puna që po bëhet është profesor Tani, profesor Ermalin, edhe shoqata që i ka qëndruar afër ekipit, të mundu me plotësua ata nevojat që janë për me kompletu ekipin. Të që janë bëha 2 afrime të 2 lojtarëve tjerë, njëri është organizator, pasues, dhe tjetri është lojtar anësor. Konkurenca rritet me ardhin e tyre. Normal, afrimi i lojtarëve rrit konkurrencën dhe pastaj të rrit konkurrenca rritet edhe niveli i skuadrës. Të rrit niveli i skuadrës, edhe rezultatet besoj që do të vinë. Do të vinë për më të mira bëhet fjala, sepse na kena bërë punën më së miri. Ky grup lojtarë që ishim kena bërë punën më së miri, më të mirën e mundshme, domethënë, deri në këtë moment. Tash ofrimet që bëhen, besoj që do të na bëjmë shtys më tepër ekipit për me synu hapat final. Në aspektin personal,
Kapiteni Qafarena i kënaqur, mosha bën vetën, Tash por mosha bën Qafarena vetën. nuk dorëzohet, vazhdon të jeni shtyllë kryesore e skuadrës. Për dhe sa vazhdoj me qëndon në fush, me thonë drejtën ka s'na kena diskutuar herë tjera në orët e punës. Orët e punës që janë bëha vazhdimisht të mojnë, gjatë në fund. Që ose ne puna bëhat me seriozitet prej fillimit, nuk bëhet fjallë prej fillimit kur fillon sezoni, bëhet fjallë kur fillon sporti. Që ose Çfarë vite u bën për Qafarinën si karrierë? 22 vjet, duket më zona bosha që luaj me ekipin që luaj volejboll në nivelet kombëtare. Dhe nuk është se bëhet sporti, fillon kampionati dhe pa bërë gjatë kampionatit dhe me lajt kur marrë kampionatin me lajt pushim. Kjo bëhet kur fillon sportin. Që ose ti përkushtohesh me seriozitet asoj punet. Pra, ka rëgjën e vetë dhe karriera, mos ndërprerja e aktivitetit. Për me shumë fillim, aqë më kjo të kemi shku në fund. Kja është dhe me thonë, se nuk është se dëshirë du të me punu. Ke talentin i ke tona, po s'punove, po se najtë e mi u ba izmetin, nuk mund është për me vazhdu gjatë. Dhe puna nga ka ba për me vazhdu. Raportet me stafin teknik, me trajnerit Artan Kalaja dhe Ermar Kraja, por edhe presidentin e volejbollit Shkodran, Aleksandr Leqeza, natyrisht pozitiv. Jo, shumë pozitive, me thëndajda. Thëndajda janë shumë pozitive. Në qëndru afer, mbështet, këta i duhen sportit. Po krahas volejbollit, Qafarena shërben edhe si mësues i edukimit fizik, një nga shkollat me tradinë dëshmorë të Prishtinës, për krah kolegu tuaj Avenir Dani, një dyshe spikatur, shpeshherë kam qenë prezent në disa aktivitete dhe drejtuesit e shkollës janë krenar për ju dhe për Avenir Danin. Nuk është drejtuesit e shkollës. Ideja është në gjithmonë ku ka sportista, ish sportista elitar, detyrimisht institucionet duhet me pas i fara edhe duhet me pas për këta figura. Sepse i ka anë sportit janë nësh pavarësisht profesionit, janë nësh sepse janë figurat qytetit, janë figurat sportit qytetit Shkodrës. Edhe Mondi ka të njëjtin mision, krahas drejtimit të vllaznisë 19 është një mësues i përkushtuar tek shkolla Skënderbeu apo jo? Apo në shkolla muzikës? Gjakova edhe normalisht që edhe plotësoj orët edhe të kurrikut e Skënderbej, normalisht që Muloni dy shkolla, edhe shkollën e muzikës për Gjakova dhe Skënderbeu. Është një punë që normalisht është puna që ne di me bë, edhe jena krenar për këtë pjesë, edhe normalisht që një jena mirë. Është më tepër nëse në aktivitetet që u bën 10 më të mirë të Shkodrës edhe drejtoresha e arsimit Brisela Kadia e shpreh kur ishte në sallë që vjen mirë sepse gjithë ato sportista edhe ato që u ndërruan janë pjesë e mësuesave të fizkulturës edhe normalisht që është një gjë shumë e mirë për shkollat edhe normalisht që është kënaqësi. Mirë, e mbyllim me volejbollin sepse nuk e përshëndetëm edhe misionin. Kemi diçka për volejbollin për 3 pragndeshjet që janë brenda javës. Tash kena 2 ofrime që na vini tash këtë javë, edhe ditën e shtunë udhtojmë në Tiranë, kena 2 ndeshje me ekipet kosovar me Skënderbeun e Lipjanit dhe me Ferizën. Në këtë grup është bajagi konkurrencë e madhe, me thënë drejtën është konkurrenca goxha e madhe, sepse është Partizani 2 fitore i hupje, ne kena 2 fitore i hupje dhe Feriza 2 fitore dhe 1 hupje. Konkurenca është e madhe midis 3 ekipeve, por shpresoj edhe besoj që me punën që është bë, me përgatitjen që është bë, të arrijmë qëllimin dhe të kalojmë edhe në Ligën Gjergj Kastrioti të shkojmë gjysmëfinale. Pastaj kampionati është rrugë e gjatë. Do mbyllur se jam i bindur se janë duke na ndjekur edhe në familjen Duro, në familjen sportive Duro, pikërisht miku joni i përbashkët Artan Duro, i famshëm i handbollit shkodran, por se djali i tij luan me skuadrën tuaj dhe ka marrë vlerësime pozitive nga grupi edhe nga trajnerët. Po shkenjet, po bashkëpunon dhe ka filluar të marrë ato momentet e mira me ekipin? Ka perspektivë, ajo është një rol organizator, ka shumë gjëra në dorë në sportin e volejbollit dhe shpresoj që atë vlerësimin që ka marrë, shpresoj që ta shfrytëzoj në anë pozitive që të ecin. Ka edhe pak konkurrentëm sepse është Çekini, i pa hershëm, po vinga dhe një tjetër i huaj në atë pozicion. Konkurenca rrit
rrit agresivitetin, po detyrimisht që do të punosh për me kanë për më bë më i mirë dhe për me arrit për me luajt. Dhe konkurrenca duhet me kanë sepse të përgatit si lojtar. Mirë suksese. Dhe shpresoj që ta marrin non pozitive, që me ecë përpara sepse kanë fat të rit tek vllaznia që kanë një përvojë, një shembull që mund të puna juaj edhe të tjerëve që sidomos karriera juaj është një model për të ndjekur nga të rit. Shoqër që është një shembull që mundet me një edhe me ecë përpara sepse këtë nuk e them vetëm unë, po aty ku jeni ju ka qenë edhe presidenti i vllaznisë së voleyboll Liçeza, Aleksandar Liçeza dhe ju ka etiketuar pikërisht është një shembull për të marrë për kushtimin, seriozitetin. Me të drejtën shpresoj që këtë vit të kena të konkretizojmë. Këtë vit me gjithë impendimin që i kanë bërë, shpresoj që të konkretizojmë diçka pozitive këtë vit. Nga voleybolli kalojmë tek futbolli i moshave me teknikun Edmond Doçi, i cili është në prag të nisjes së fazës së dytë të kampionatit, por pas pak ditë më parë patet ballafaqimet për Kupën e Shqipërisë me dy grup moshat, U17 dhe U19, dhe fatkeqësisht penalltit ju penalizuan, se ishit morët vlerësime pozitive gjatë lojës, por edhe skuadra juaj, edhe U17 me gjutjen e penalltive u eliminuat nga vazhdimi i tureve të mbepasur. Gace, normalisht puna e akademive në përgjithësi bazohet për me ju dhënë sportistëve atë që duhet me marrë për me shku më lart, dhe normalisht që ato ku shkojnë në ekipet e para mos të kenë mangësi shumë, se normalisht që do të kenë mangësi, por mos të kenë gjitha ato mangësi që janë vështira me u rikuperu. Edhe normalisht që kena dëshirë dhe qefi normal që na bëhet kur arrim rezultate dhe normalisht arrim kupa, por mënyra se si shkojnë nesha, normalisht penaltit janë edhe pak fat edhe gjendja e sportistit, momenti, pavarësisht se ne jena mundu gjatë javës edhe me i përgatit, por është diçka që është gjatë lojës dhe normalisht që është fat. Unë vjen keq për sportistët e mi që nuk u kualifikuar, pavarësisht se gjithë sportistët u munduan me gjujt mirë penaltit, por thashë më është fat që në penalti portieri shkon në momentin e duhur e ka dalë mendën, shkon e kap topin në gusë tjetër. Kështu që unë jam në fakt gjëra më kryesore, jam i kënaqur me grupin dhe normalisht jena të punu shumë, sepse ka nevojë dhe mendoj që bëjmë mirë, sepse në fund javë kena kampionatin, fillon kampionati edhe kena një ndeshje me Durrësin, që Durrësi ka dalë në finale për kupë, edhe e kualifikuar se luajti kundër Laçit. Ekipet janë gjitha të forta, edhe normalisht që është gjë pozitive, sepse duke u bërë kampionate të forta normalisht edhe këto sportistë arritën më shumë. Këtë fundjavë, pra njësë kampionatet dhe vllaznia U19 përballet me Teutën, që është finaliste e kupës. Përballë Teutë, që jena tu përgatit. Ku luhet? Këtu në Shqipërusi, ditën e dile. Në rëndëmajt, po. Ndërkohë, ekipet e tjera luajnë brenda apo jashtë? Po, edhe ekipet e paratrit janë pothuajse ja kanë të njëjtin kampionat, të njëjtin neshe si na, pavarësisht disa neshe. Edhe ata luajnë kundër Teutës në orën 10. Mendoj që janë rrugën e duhur edhe ashtu bëha për çdo vit është shumë më vështirë, domethënë grup moshat e ndoshta penalizimi pak që ndoshta s'jam, por ekipet po lanë me lujt edhe grup mosha më të mëdha, ndoshta po lanë me lujt edhe të huaj, një kohë që në mosha nuk duhet me ekzistuar një gjë të tillë dhe ma merr mendje që shpejt do të shkojmë edhe ne te ajo pjesë, sepse duhet me përballu edhe kampionatin, por duhet me rrit edhe nivelin edhe cilësinë. Dhe pikërisht njëri prej të huajve ishte ai që humbi penalltin, si u eliminua ekipi juaj. Pjesë e ekipit B edhe normalisht e ka moshën. E ka moshën për me lujt edhe normalisht bani një ndeshje të mirë, sidomos pjesën e dytë. Në stëvite i ka gjujt penalltit më mirë se asnjëri, por aty është emocion tjetër gac. Kështu që Elvini ka nostalgji për vllaznin U19, se keni drejtuar për disa vite dhe keni pasur edhe suksese. I ndiqni të rezultatet dhe çfarë ju bën përshtypje në krahasim me periudhën tuaj, ka ndonjë ndryshim për mirë? Mundohem ngacimi me njek ekipit e moshave të vllaznisë, sepse
kam kalu një pjesë karrierës. Po gjysmëfinalet janë transmetuar edhe nga Federata Shqiptare e Futbollit, nga kanali zyrtari i FSHF-s. Federata që transmeton këto edhe bën shumë mirë për t'i njek, jo vetëm tifozat, por edhe scoutat, sepse është një mes edhe për scoutat për shembull, kur dojnë me pa element që nuk kanë mundësi për t'i njek në stadium, mund t'i njekun edhe nëpërmjet faqes së federatës. Sigurisht Vllaznia historikisht ka pas element cilësor në ekipit e moshave, vazhdimisht nxjerr element. Këtu duhet përgëzuar edhe puna e trajnerëve të ekipit të moshave që janë shumë për ndonjë element i kohës i brezit tuaj se po spikat në vazhdimsi mund të veçori ndonjë se keni për zemër? Mund të veçoj Pusin që po lun në Rusi, që ka qenë pjesë Belajdi Pusi. Belajdi Pusi. Kur është qenues i spikator. Jo vetëm pjesë e ekipit tim, po edhe pjesë e ekipit mondit, sepse në ata vite që unë më bëra pjesë e akademisë, pra trajneri U19, ishte mondi më përpara, dhe ishte ikja mondit që erdha unë që bëra pjesë e ekipit U19. Dhe sigurisht është kënaqësi kur merr vesh që lojtarë që stërvit më përpara, po japin kontribut jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë në një kampionat siç është Rusia, dhe është kënaqësi kur do të ndalemi në këtë mbyllje të emisionit edhe paksa dhe me Elvin Beqirin në Kanada, në Toronto, atje ku Beqiri drejton me shumë pasion një ekip futbollit dhe ka arritur rezultate. Por përpara se të shkojmë tek Beqiri diçka me mondin, morët ndonjë informacion për Vllaznin 14 që po luan se mund të ketë përfunduar takimi në këto momente në Madrid? Nuk las këna info, edhe normalisht për pjesën e parë e shkrume të... Ka filluar në orën 19:30 minuta. Grupi akademisë, por tesh për pjesën e dytë nuk kam info. Mirë, nëse merr diçka të veçantë deri në mbyllje na përcjell informacionin. Regjia ka disa foto nga procesi servitor që Elvin Beqiri zhvillon pikërisht në Kanada me një ekip futbolli. Ky është ekipi nga pamja Beqiri duket një ekip shumë serioz, uniformat keni fituar ndonjë trofe në këtë foto? Është top në pjesëmarrje që kemi bërë në Vancouver, tek turneu që bën Federata Kanadeze me gjitha provincat. Ne kemi fituar kupen dhe ne kena përfaqësuar provincën e Ontarios në këtë turnament, që është i lakmuar nga gjithë ekipet. Me çfarë grup moshësh jeni këtu? Këtu jemi me grup moshën U17, në 17 vjeçartë. Pak a shumë nga çfarë kombësish përbën, ka ndonjë shqiptar në ekipin tuaj? Në ekipin tim kisha 3 shqiptarë. Nga rrethet, nga Shkodra jo? Jo nga Shkodra, po nga rrethet tjera, që kishin vite që kishin në Kanada. Mjaft lojtar talentuar, përkushtuar, dhe shpresoj që ata të vazhdojnë karrierën e tyre. Një tjetër foto këtu keni fituar duket. Këto është fitimi i kupës të provincës me këtë ekip. Po shikoj edhe uniformën kuq blu, si të Vllaznis. Kuqezi. Kuqezi. Si të kumtarës. Duket si kuq blu. Duket si flamurtari, po. Dhe këtu? Këtu është mas fitimit trofeut, fotoja. I kënaqur Elvin me përvojën kanadeze. Jeni formuar tek Vllaznia, trajneri i kombëtarës së Shqipërisë U19, tashmë në Kanada dhe janë rritur shkallët tuaja. Patjetër i kënaqur sepse po jap një farë kontributi të eksperiencën time te ky klub, duke rritur elementin që mendoj që ka shumë element cilësor. Në mes është presidenti dhe në bashkë me ndihmësin tim, kolegun tim. Nga është është grek me origjinë. Grek me origjinë. Një shqiptar dhe një grek
Shpallën kampion. Se presidentin kemi holandez. Holandez. Ka për shkon më mirë. Kanë vite. Shqipëri, Greqi, Hollandë, shpallën kampion në Toronto. Por jeta përstri kjo foto tjetër, ë? Kjo është një foto tjetër, po atë neshin, domethënë mas neshis. Përstri sukses me medalje. Po, tashmë. Në Kanada kanë emigruar edhe kolegë tjerë tuaj të futbollit, si tuaj edhe të motit, si kemi Ilir Dibra, Alban Volumi, Ridvan Tula, kemi ndonjë futbollist tjetër që është sa? Sa di është Fasli Fakja, atë? Faslia? Faslia në Nuk e di, Faslinë deri vonë kam parë në Shkodër. Normalisht që çdo kush, por ti të thonë për Kanadën, për Jo, Faslinë kam bine se deri vonë e kam parë në Shkodër. Në banë 2-3 vite. 2-3 vite, urojmë sukses e Fasli ka Fakët e përshëndesim. Fakja i modh. Arjen Laçaj. Arjen Laçaj, po, u formua një vllaznie dy. Ku në Kanada, Kanada. Gen Çoçja, me sa jam informuar. Edhe Gen Çoçja, po. Po me hik kështu kemi shumë. Iliri Meri në stadionin. Endri Çaku është postuar në Amerikë. Po, me sa jam. Pra ne jena dobë dhe futbolli 5-5. Gazi se na kanë ikë. Një lajm shumë pozitiv, siç ma theksoi edhe përpara fillimit të emisionit vetë Beqiri, ka të bëjë me atë që po është në proceset e fundit të formimit një ekipi shqiptar, apo mund të themi Akademia e futbollit të Shqipërisë në Toronto, do të jetë serioze, do të jetë zyrtare? Patjetër, nga që ne jena në fazën e regjistrimit të ekipit të akademisë. Ka ndikim edhe Federata Shqiptare e Futbollit në këtë nisëm? Ndonjë mbështetje? Ka thjesht një iniciativë një sponsorit aty, një biznesmenit për të hapur këtë. Do të jenë vetëm futbollist shqiptar, komuniteti shqiptar? Përparësia do jetë me lojtar shqiptar, por do jetë edhe komunitete tjera, sepse në Kanada ka shumë komunitete. Por përparësia, ajo ideja është që të afrojmë sa më shumë lojtar shqiptar, që t'i përgatisim sa më mirë për veten e tyre, por pse jo edhe për kombëtaren shqiptare një ditë ata mund të jenë pjesë e shqiptare, sepse dhe ku më mirë se një përfaqësues, një trajner i kombëtarëve të Shqipërisë në atë pozicion mund të jetë edhe një bashkëpunim i frytshëm për Federatën Shqiptare për të dhënë kontributin tuaj. Patjetër, nga sepse në Kanada po zhvillohet çdo vit më tepër në sportin e futbollit. Ndoshta Amerika është pak më përparuar me të kjo, por edhe Kanada domethënë po fillon e jep ato shkëllinjat e para, ishte pjesëmarrë në kampionatin botëror, tashmë organizimi që do të jetë për kampionatin botëror po ashtu. Në këtë verë, Kanada po ka zhvillimin e saj në sportin e futbollit, sepse dihet sportet e para të atyre janë sportet që kanë qenë historikisht si basketbolli, hokej, bejsbolli, para këto janë ato sport, por futbolli domethënë po shkon në ato nivelet e këtyre sporteve për vetë interesimin që kanë në komuniteti kanadez. Është kënaqësi e veçantë që një ekip i tillë, akademi e tillë futbolli shqiptar të formohet atje, sepse është një hapësirë për atë komunitet dhe për fëmijët shqiptar. Dhe jemi bindur se ky emision ndiqet, është ndjekur vazhdimisht edhe nga shumë familje shqiptare që jetojnë në Toronto dhe në Kanada në përgjithësi, dhe ndoshta me këtë rast dhe marrin një informacion më tepër dhe mund të jeni kontaktet e para që çdo familje shqiptare ka dëshirë se fëmijët e tyre të merren me sport dhe kryesisht me futboll. Patjetër, ka si knatësi, domethënë prandaj ishte ideja për ta hapur këtë akademi dhe do të quhet Albanian Eagles. Albanian Eagles, një të tillë ka edhe Amerika me Edmond Zenun atje se është i angazhuar me Akademinë e Michiganit. Është një mundësi e mirë për gjithë ato. Ky sponsori nga Shkodra apo shqiptar? Shqiptar nga Vlora, Patriot.
Besoj se duhet ketë edhe vlonjat në këtë skuadër. Për ta mbyllur, Rosi i kënaqur me jetën kanadeze, është përshtatur tashmë në Besiri, jeni me familjen tuaj dhe jo vetëm familjen tuaj personale, po jeni thuajse një familje e zgjeruar. Është vërtet. Jeni përqendruar të gjithë andaj. Vetëm Zamirin keni lënë këtu. Zamir Muçiçi, Zamir Beqin se ka spikator dhe është shumë i spikator si tifoz në grupimin e tifozave të kombëtarës, apo jo? Më thuaj diçka më tepër për Zamirin si në këtë kontribut. Zamir Muçiçi, Zamir Besiri. Djali Xhaxhait ose djali Aq, siç e themi ne, shkodrant. E ka qenë iniciatori i parë, domethënë me gjithë atë grupin e vet të krijimit të tifozave kuqezi, të kombëtares. Pastaj edhe të vllaznit ultras, është një dashamirës i sportit, po sidomos edhe i pjesës së tifozave të organizimit. Ku në jetë mirë domethënë te kjo pjesë. Unë jam këtë të pyeta ju për diçka më tepër sepse sa herë jam takuar me Zamirin, i kam kërkuar informacion dhe shumë modest. Nuk dëshiron të flas për kontributin e tij, e përshëndesim Zamirin dhe për atë çfarë ka dhënë për grupimin e tifozëve e kuqezi, por edhe si mjeshtër në profesion, është në profesionin e tij është me vërtet shumë i spikator. Ju falenderoj shumë Elvin që ishit prezant sonte në këtë emision dhe jam i bindur që edhe tifozët dhe shikuesit shkodranë në veçanti dhe por në letërsi dhe ato shqiptarë brenda Shqipërisë dhe ky emision digjet dhe në të gjithë hapësirën shqiptare dhe në gjithë botën dhe besoj se kanë marrë informacionin e duhur për Elvin Besirin. Faleminderit dhe suksese tashmë, jo vetëm ekimin tuaj që jeni shpallur kampion, por edhe me akademinë që po formohet. Do të mbajmë lidhje, besoj për 3 të fundit me kolegët tanë të regjisë për të bërë ato lidhjet tona të famshme të drejt për drejta. Suksese. Nikolin Qafarena, gati thash Anton Qafarena përsëri. Urime për gjithçka keni arritur këtë sezon, për gjysmën e sezonit, sepse jeni gjysmë finalist në dy kompeticionet, edhe në kampionat në 4 më të mirët, por edhe në Kupën e Shqipërisë dhe luftoni edhe për Kupën Gjergj Kastiroti. Suksese në vazhdimsi. Faleminderit si qëndron vazhdimisht. Dhe uroj që të vazhdoni të jeni modeli që kërkon elementi i ri në Shkodër. Shpresoj që të jena shembull për Munjek edhe Niçet. Dhe po ashtu edhe jo vetëm Tiena, po të Niçet si shembull që jenë perspektivë vazhdueshme. Dhe po ashtu krahas voleybollit edhe në shkollën tuaj dëshmorët e Prishtinës me kolegun e nderuar Avenir Dani, që jeni mësues model, ashtu siç është edhe Edmond Doçi në shkollën Prenjakova të muzikës, patjetër ato nxënësit tuaj të kësaj shikojnë studio, me siguri marrin edhe një farë kënaqësie dhe nesër mësues Monti mund t'ju komentojnë. Edhe thojnë gati pse s'na folëm ron, kena bë me dorë. Po përshëndetje, me qenë se i përsnes dhe nxënësit edhe kolegun tëm Zamir Lumani. Bukur, edhe Lumani, një figurë sportive, respekt për të. Të nderuar shikues, pra këtu mbyllim të emision edhe për sonte, ku folëm gjithsesi për fitoren e Vllaznisë, fitoren me vërtet entuziaste, shumë të rëndësishme, 0-2 në kryeqytet ndaj Dinamos rivale, por folëm edhe për pragneshjen Vllaznia Partizani që luhet të shtunën në Shkodër, java 21 e superiores, ku Vllaznia përsëri kërkon pikët e radhës. Ndërkohë komentuam edhe ecurinë e suksesshme të Kupës së Shqipërisë në futboll për femra, ku Vllaznia ka hedhur hapin e parë të kualifikimit duke fituar ndeshjen e parë 0-9 dhe pret ndeshjen e kthimit për të zyrtarizuar. Ndërkohë ndalem tek lojët me dorë tek suksesi i ekipit të voleybollit të Vllaznisë me teknikët Atan Kalaja dhe Ermar Kraja dhe tashmë synojnë edhe trofet në vazhdimsi dhe e mbyllim me futbollin e moshave, me Akademinë Vllaznia, pikërisht me Edmond Doçin, por duke vijuar edhe me Besirin me atë çfarë po jep dhe ka aktivitet në Toronto si trajner i futbollit. Nga unë Gaspar Marko dhe kolegët e mi të pultit të transmetimit, kryetekniku Valmir Hysa dhe kolegu tjetër Loren Gردani, por pa lënë me njanë edhe montazherët e pasionuar Let Dani dhe Orim Hysa, ju përshëndesim dhe i lëm takim të mërkurën e ardhshëm në të njëjtën orë në këtë studio për të folur
për ngjarjet më të fundit në sportin shkodranë dhe me gjërë dhe kryesisht për super sfidën Vllaznia Partizani. Deri atëherë mirupafshim.